vëllezër dhe motra, unë quhem Arjan Oruqi dhe vi nga rrethi i Tepelenës. Ju përshëndes të gjithëve. Tani dy fjalë në lidhje me shëndetësinë e këtyre ustallarëve këtu, edhe këtyre edhe atyre të parëve, sidomos me pjesën e spitalit onkologjik. U bëj thirrje të gjitha familjarëve që kanë të afërt me smundje kanceroze të dalin në këtë shesh, se nesër do të jetë vonë, për arsye që do t'ua them tani. Mua para 50 ditësh më ka lënë djali vetëm në smundjet kanceroze. Për arsye pse? Se këta japi 4.2 milion euro për një koncert që nuk e njeh askush dhe nuk blen një PET skaner për onkologjikun. Dhe për tjeni i them ministres për propagandën që bën, ka qenë në 2021 që radiokirurgjia të Spitalit 5 nuk punon, është jashtë funksionit, dhe sa lek kërkon ajo pajisje të PET e të tjera. Prandaj, vëllezër e motra, ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve në këtë shesh ta shporrim të klik të poshtër. Pse? Se unë në vitet 90 kam qenë 17 vjeç me ëndrrën të bëjmë Shqipërisë si gjithë Evropa. Dhe sot jam kandidat të bëjmë dysh. Dhe ku jemi? Ku jemi? Njerëzit hanë buk me listë e të gjitha. U bëj thirrje të gjithë njerëzve në këtë qesh, po kanë akoma gjak shqiptari. I lini patronazhistat të bëjnë punën e tyre. Ju falenderit.